Për herë të parë vjen në Shqipëri pianistja e famshme ruse Natalia Ndieva për të interpretuar Tchaikovskin në një koncert. Por kushtet me të cilat përballet në prova janë jo të zakonshme. Me një fornel të vogël, vazhdon të ushtrohet. Preferon të mos e komentoj këtë situatë. Thotë se tingujt e Tchaikovskit do ngrohin sallën në Universitetit të Arteve. Për një jetë të tërë, ajo përkullet mbi piano si artiste dhe pedagoge e konservatorit të Tchaikovskit. Emocioni është i vështirë të përshkruhet me fjalë, por kënaqësia që japin tastet e pianos është e pakrahasueshme me asgjë. Nuk kam fjalë të përshkruaj ndjenjat, sepse është jeta ime, është gjithë bota dhe është zemra ime piano. Artistja ruse, për publikun shqiptar ka zgjedhur një pjesë të Tchaikovskit që luhet për herë të parë, si dhe surprizë, do të interpretojë një pjesë shqiptare. Ky është një kompozitor i famshëm dhe i njohur në të gjithë botën. Unë kam përzgjedhur një pjesë që interpretohet për herë të parë në vendin tuaj. Gjithashtu i jap jetë dhe një pjesë të Aleksandër Peçit. Jetën artistike ndërthur me koncerte dhe mësimdhënie. Unë vazhdoj të interpretoj në shumë vende europiane dhe në Amerikë e Japoni. Gjithashtu vazhdoj të jap mësim në konservatorin e Tchaikovskit dhe jam pjesë e jurisë në konkurset pianistike në Rusi dhe Bullgari. Realizoj shumë koncerte me studentë në konservatorin e Tchaikovskit. E gëzon fakti që muzika klasike në çdo kohë ka hithtarët e saj. Brezi i ri është shumë i rëndësishëm, pasi janë e ardhmja. Më pëlqen fakti që e duan muzikën klasike, po aq sa edhe atë modernën. Mendoj se muzika klasike në çdo kohë, edhe në këto modernet, ka besnikët e saj të cilët e ndjekin me admirim, por do të doja që të ishte më i madh padyshim. Muzika pianistike shqiptare dhe ajo ruse ka një emërues të përbashkët sipas artistes. Është shumë e rëndësishme që muzika pianistike shqiptare dhe ajo ruse janë të bazuara në folkun e tyre, kryesisht ritmet. Këtu mund të përmend Glinka, Tchaikovskin, Tonin Arapin. Ajo çka është më e rëndësishme, muzika shqiptare luhet edhe nga studentët dhe artistët rusë. Rrëfimin e saj, pianistja ruse e përmbyll me një mesazh për brezin e ri. Të luajnë shumë dhe të luajnë me shumë dashuri. Faleminderit.